tregojmë kujdes që kur dëgjojmë kërcitje kyçesh dhe të na vej mendja ose nuk kemi atë lëngun kockor sinovial në vendin e tyre, ose ne kemi filluar që të kemi ndonjë shtrembrim kockash dhe ajo nuk është fiks në atë pozicionin anatomik të saj. Po ta dëgjojmë trupin, atëherë e lyejmë, e lubrifikojmë me diçka në pjesën e jashtme dhe këto vajra do të depërtojnë aty në brendësi, por njëkohësisht do shikojmë edhe drejtueshmërinë e kyçeve të këmbës. Pra, mund t'i mbyllim këmbët kështu drejt dhe do shohim këmbët e mbyllura sa larg qëndrojnë gjunjët nga njëri tjetri. Nëse qëndrojnë 1 centimetër, 2 është normale, po filluan që të lakohen kështu nga jashtë dhe vej 10 centimetra, shiko, po na lakohen këmbët nga jashtë. Qartë. Pesha. Nëse janë shumë të ngjeshura, pra ato duhet të jenë sa më ngjitur me njëra tjetrën? Paralele. Duhet të jenë paralele. Ose do rrim me këmbët e hapura poshtë 10 centimetra, sa të fusim një këpucë, atëherë duhet të kemi hapësirë deri sipër të qepurat e pantallonave. Hapësirë drite. Pra vjen një si 3 këndësh, 2 brinjëshëm. I drejt, i pa lakuar. I pa shtypur nga brenda, si thuash. Nëse jemi keq që i mbyllim këmbët, po këmbët në arrin si të hapura poshtë sepse gjunjët janë ngjeshur, atëherë do mendojmë që ky lakim i këmbëve nga brenda detyrimisht më ka shtrembëruar coxofemorale. Qartë, po kjo ka ardhur me kalimin e viteve apo kështu ka lindur ky individ? Jo, pak e nga pak. Nuk është vënë re. Tregojmë të pakujdesshëm, po e quajmë ecim duke fërkuar këtë pjesën e kofshëve ose ecim duke çaluar kështu anash, po kjo ecja duke çaluar anash vjen pak e nga pak duke u përkeqësuar dhe njeriu si thua as nuk e ndjen fare.